Po Lidhja Demokratike e Kosovës, përpos që nuk i është përgjigj LDK dhe s'bën tjetër. Jo, ne kemi pasur edhe tentime të tjera. Ju e dini shumë mirë që kemi pasur diskutime me partinë me Nismën. Po, mirë po, nuk mund është kushtosh qeverinë e cila ka, ose kushtosh mandatarin e cili ka marrë 43%. Numerikisht është pa mjaftueshme. Po jo, po nuk mund kushtosh, atë që ka kalu kjo mendësia që mund kushtosh mandatarin me një terminal doganor, me një kërkesë për ambasador, eventualisht me pozitat. To kanë qenë kushtet. Po, nuk mund të kushtosh, këto janë evidente që ka pas kërkesat të tilla. Në situatën aktuale, ndaj Albin Kurtit? Ne kemi bërë shumë qarë gjatë të rrugtimit që nuk bëjmë kompromis në këtë drejtim. Nisma ka pas kushtet të tilla, ndryshe ka thënë Fatmir Limaj, kryetari i Nismas. Kryetari i Nismas ka pas ambicie dhe të bëhet president kryetari i kuvendit. Po realisht nuk mund të bësh kryetari i kuvendit me 3 vota. Dhe ka qitë kushtet të tjera, terminale, ambasador dhe të tjera. Nuk është në proporcion me votën që ka dështu marrëveshja me Nisman për shkak të këtyre kushteve? Ne kemi qenë të hapur sepse kemi dash me lëviz tutje, po jo jashtë parimeve cilat janë të vendosura. Kështu që në këtë drejtim ne kemi pas tentativa edhe me deputet individual. Mirë, po nuk ka pas vullnet politik. Tani jemi pranë kësaj, tani hapa tutje çka duhet të bëjmë. Realisht sot ka qenë dita vendimtare për deputetet e Republikës të thirrin mendjes dhe të reflektojnë. Sepse ky pozicion, edhe ky betim që është dhënë në Kuvendin e Republikës është për të shërbyer qytetarëve të Republikës Kosovës. Jo intereseve të ngushta të grupeve të caktuara të interesit. E kemi një konfirmim nga Lidhja Demokratike e Kosovës që presidentja Vjosa Osmani ka dërguar ftesë tek partitë politike që nesër të mblidhen për takim në presidencë nga ora 10:30 paradite për të diskutuar për datën e zgjedhjeve. Gashi, pikrisht data e zgjedhjeve ka qenë prej temave më të përfolura, pse është caktuar edhe mandatari i dytë, janë blerë edhe 15 ditë kohë që potencialisht të shkohet deri në fund të dhjetorit, e djela e fundit të dhjetorit që mund të jetë 28 dhjetori ditë e votimit. A është me të vërtet ky qëllimi dhe synimi i lëvizjes vetëvendosje në një periudhë kur sipas ish opozitës ka prezencë më të vogël të ndërkombëtarëve që i vëzhgojnë procesin e zgjedhjeve, ka prezencë më të madhe të mërgjimtarëve që vinë për pushime dhe njëkohësisht do të mund ta shfrytëzonin të drejtën e votës? Përkundrazi, që nga dita e parë lëvizja vetëvendosje ka bërë tentativa për ta krijuar qeverinë e Republikës Kosovës. Me vetë faktin që kemi ofruar mandatarin e dytë, flet për çështjen tonë konstruktive ka krijimit të institucioneve, sepse është shumë e rëndësishme që ta kenë të qartë edhe opozita që kjo është synimi. Sa i përket pjesës së afatit që është diskutu, nuk mendoj që kur kemi procesin e zgjedhjeve, nuk do me thonë që është muaji që definon sakt fituesin. Realisht, në këtë rast, ankesat e opozitës se mund të ketë më pak vëzhgues janë të paqena, sepse grupet e vëzhguesve në momentin që deklarohen zgjedhjeve angazhohen, sepse është punë e rregullt të institucioneve ndryshme si ENEMO, si Bashkimi Evropian. Ka pushime. Po tani kjo ne edhe nuk e dim fakt kur do të jetë data eventuale. Po cila është data optimale për ju?